Ekzoni që andalsh kur fillimisht të kjo që ka qenë 2023-ën, apo? Po, ditari është lansu në 2023-ën. Po, që ka të bëj ditari? Ditari hajde foli me vetën, ka për qëllim me qenë ma afër vetës, me reflektu. Brenda ditarit ka ushtrime, ilustrime, informacionit ndryshme, rreth shëndetit mendor, edhe ideja është që na me qenë kontakt të vazhdueshëm me vetën, jo veç një ditë, po përderisa gjatë kësaj periudhë që na vendosin për shembull me pas ditarin. Ideja e ditarit, si që thashtë më herët, ka qenë kontakti me vetën dhe reflektimi sa i përket gjanave tona, emocioneve tona, mendimeve tona. Në ditar përfshihen shumë ushtrime të ndryshme, është dizajnu edhe me psikolog, të cilat janë zgjedhë me mjeshtri, kisha me thonë, teknikat edhe gjanat që i përmban ditari. Ka pas një sukses shumë të mirë edhe ditari që është prej 2023-ës ende vazhdojnë kërkesat për ditarin. Edhe është njëni prej produkteve prej ma të mirë që i kemi kriju të pas parasysh që është si mungesë në tregun shqipfalës. A është ende në treg, a mund të blet në për libraria, po? Dhe këtë ditar rekomandohet që në fund kur plotësohet dhe kur ta njohim veten, pasi që kemi folur, a rekomandohet të kemi një seancë psikologjike me një profesionist të shëndetit mendor që dhajt na tregoj pak ku jemi? Shumë pyetje e mirë, faleminderit që parashtrove këtë pyetje. Ideja e të folim e sidomos editorit është me qenë kontakt me vetën. Përmes kontaktit me vetën a kemi me mbri besoj, kush ma shumë e kush ma pak me qenë edhe të vetëdijshëm ose me u bë të vetëdijshëm gjatë procesit kur na e kemi ditarin në dorë. Edhe mandej në momentin kur na jemi të vetëdijshëm për gjendjen tonë emocionale, për mendimet tona, për diçka që na kishëm dashur me ndryshu, që s'është diçka të funksionu sipas mënyrës që na pëdojmë, po është diçka që po na nal për sukses, atëherë pjesa më e mirë është me kërku ndihmë profesionale tjetër. Ideja përmes ditarit është më u bë vetëdijshëm individualisht për nevojat e tua, edhe mandej me vazhdu tutje në momentin që ti e sheh që ki nevojë se për ndryshe ditari mundet me qenë edhe vetë si reflektues. Po, çfarë ide e mirë, për shembull kur shkruajmë diçka dhe gabojmë, e fshim në të shkruar në gramatik. Edhe këtu kemi mundësi, kur e shohim një veprim tonin, një emocion që po na lëndon, një diçka që po e bëjmë gabim, mund ta fshim nga këto. Dhe është një ndjenjë shumë e mirë. E gjeni në librari? Librarin Duga Gjeni. Duga Gjeni, po, edhe pse jo, ta keni me veten, të reflektoni, edhe ashtu thuhet, të reflektohesh mbi jetën tënde, të zhvillosh vetveten dhe të eksplorosh pikpamje të reja ndaj jetës, është hapi i parë drejt ndryshimit dhe ky ditar ta mundson ta bësh këtë. Në ndërkohë, po kjo.